Ylli Manjani rrëfen bisedën e fundit me Artan Lamen, fiks para një jave më tha, do të ngjis tubin e gjakut. Kjo enjte trishtoi jo pak të gjithata miq të shumë të Artan Lames, të cilën zemra e tradhtoi në shtratin e një spitali në Gjermani. Humbja e parakohshme e Tanit, ashtu si dhe miqve dhe shokët e thërisnin, ka bërë që shumë figura publike të reagojnë përmes reshtave të shkruar në postimet e tyre dhe të shprehin dhimbjen për humbjen e një njeriu i cili përgjatë jetës së tij ishte kurdoherë aty për ta. Së fundmi ka qenë ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani, i cili i shokuar nga lajmi që lexoi, ka kujtuar edhe telefonatën e fundit që kishte zhvilluar me Lamen. Kjo telefonat u bë mes tyre një javë më parë, një telefonat mes miqshku përpos problemeve dhe situatës politike në vendin ton. Ata kishin biseduar dhe për ndërhyrjen kirurgjikale që Lame do të kryente. Mëtej, Manjani zbuloi se kishin lënë sërish të flisnin pas ndërhyrjes, por fatkeqësisht kjo telefonat mbeti thjesht një fjalë e thënë mes dy shokësh. E lam të flisnin pas ndërhyrjes. Sot lexova lajmin e kopshëm, se di, trishtim, shkruan ish ministri, ja dhe postimi plot i tij. Fola në telefon të njëjtën me Lamen, fiks para një jave, do të operohem të ngjis tubin e gjakut, më tha, zemrën e kam top, por tubat jo, vijoi ai. Pas ke nevoj për hidraulik, jo për doktor, i thash, qeshëm. Folëm për rezultatin e zgjedhjeve edhe për pak politik. Ai më tregoi një histori nga koha shkuar, ja ktheva me një barsalet nga të zakonshmet, qeshëm prap. E lam të flisnin pas ndërhyrjes. Sot lexova lajmin e kopshëm, se di, trishtim. Mbase është i pavërtet lajmi, lutem. Zakonisht e bën një biçim udhëtimi, nganjëherë andej matan dhe kthehet prap, se di. Po s'dua ta besoj atë lajm. Shuhet Artan Lame.